Për të gjitha ato pallate që janë ndërtuar para vitit 1991, cila është situata ligjore e pronësisë që kanë pronarët e apartamenteve që jetojnë në këto pallate në raport me truallin mbi të cilën është ndërtuar ky pallat. Ato pallate që janë ndërtuar deri në gusht 1991, se tu e ndan ligji si periudhë, kanë sigurisht kush i ka privatizuar, ka marrë, domethënë, ato apartamentet apo dikush kush e ka në katën e parë ka njësitë që sot janë përgjithësi tregtare. Megjithatë, pjesët e truallit në shumë pak raste e kanë privatizuar ata që kanë marrë që blenë gjatë kohës privatizimit, dhe në shumicën ndërmuese të rasteve nuk janë as pak pronar të truallit këto që janë pronar të apartamenteve. Kjo vjen për shkak sepse ligji i kohës i privatizimit e thoshte shprehimisht, nëse problemi i trullit është i zgjidhur, pra domethënë nuk ka pretendim askush mbi trullin dhe ishte i shtetit, atëherë privatizimi ndodhte për apartamentin dhe për pjesën takuese të trullit. Në shumicën ndërmuese të rasteve, mbi 90% të rasteve janë pronarët e tokës vazhdojnë të jenë, domethënë, po themi shteti ose del pronari pa vërtetuar, ose është njohur dikujt prona për t'u kthyer, por nuk është kthyer, është edhe proces kompensimi, por jo individët që kanë në pronësi apartamentet. Ata nuk janë pronarë të trullit.